A mendoni se traumat e fëmijërisë formojnë pothuajse gjithë versionin tonë si të rritur? Unë mendoj që po, sepse programimet që ne i marrim 7 vitet e para të jetës tonë, ato na formsojnë atë çfarë ne jemi. Dhe zakonisht këtë quajnë fatmirësimi. Pse disa plagë emocionale nuk shërohen kur plotësisht edhe pas shumë pune me veten? Nuk ka diçka që nuk shërohet gjithmonë nëse punoj me veten, nuk ka asgjë që nuk shërohet. Nëse seriozisht punoj me veten. Nëse pastaj mendojmë se po punoj me veten, atëherë kjo mund të ndodhin që mos shërohen. Por gjithmonë identifikimi i temës, domethënë na çon në përpunimin e saj ose në rishkrimin e të ardhmes. Si mund të punojmë ne me veten për të larguar traumat edhe për të arritur atë paqen me veten? Gjithmonë unë mendoj dhe sugjeroj që t'i referohemi një personi i cili është i kualifikuar. Kur themi kualifikuar, nuk kanë rëndësi certifikatat ose trajnimet më shumë se sa integrimi që ky person ka bërë me veten e tij, në veten e tij, me temat e tij. Në momentin kur ky person ka punuar, domethënë në këtë mënyrë me veten, i ka integruar ato çfarë ka marrë, atëherë ky person është edhe i aftë të punojë me ty, me mua. Dhe kjo si arrihet? Por gjithmonë them që duhet të gjejmë personin e kualifikuar. Po kjo e gjitha si arritet, pra bëhet një kthim në të shkuarën për të analizuar situatën, një formë meditimi, cila është pra forma më e saktë apo e duhur për të punuar me veten? Unë mendoj që më shumë se sa të kërkojmë të shkojmë në të shkuarën, njëherë duhet ta kuptojmë se pse jemi, të pyesim veten tonë pse jemi në këtë gjendje. Çfarë është kjo që unë po ndjej? Ta identifikojmë. Në këtë moment egoja futet në punë, do thotë për shembull, Teuta jo, nuk është faji jot, është faji tjetrit, ai ka gabim, ti e ke respektuar, ti ke dhënë kohë, mendje, dashuri, respekt, vlerësim, etj, tjetri po ta kthen në të kundërt. Kjo është pjesa e egos ku luan në rolin e saj sepse mendon që është fundi për të. Kështu që normalisht do hyjë në rol egoja. Por nëse ne jemi të sinqertë me veten, gjithmonë me sinqeritet, nëse ne jemi të sinqertë me veten, ne mund ta identifikojmë shkakun, rrënjën e bindjes dhe ta përpunojmë. Qoftë edhe me meditim, qoftë ka teknika të ndryshme, por ajo çfarë unë ofroj, domethënë nëse e praktikoj më së shumti, janë seancat akashike. Por ka teknika tjera plot, nuk është teknika e akashës, nuk është vetëm një mënyrë zgjidhje, ka teknika tjera plot. Edhe do ketë edhe teknika tjera të reja, domethënë do vinë mjete të reja për të ndihmuar njerëzimin që t'ia dalin, ta ndryshojnë temën, ta identifikojnë. Çfarë është realisht manifestimi? Është një energji shpirtërore apo program i mendjes? Dhe pse shumë njerëz mendojnë se shumë situata arrin t'i konkretizojnë sepse kanë manifestuar? Pra është një aktivizim i trurit që përkthehet pastaj në veprime konkrete apo çfarë? Manifestimi edhe situata në të cilën ti ndodhesh, unë ndodhem, çdo person ndodhet është manifestim. Kur ne si qenie njerëzore kërkojmë të manifestojmë, ne zakonisht kërkojmë ta kem këtë. Por përpara se ta kërkojmë këtë, ta kem, unë praktikoj të shkoj me pyetje pse jam në mungesë të kësaj. Manifestimi, pra gjendja aktuale në të cilën unë ndodhem, ti ndodhesh, çdo njeri ndodhet, është manifestim. Por është programim, absolutisht është një programim të cilin ne kemi marrë në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, më së shumti në mënyrë të pavetëdijshme e ka marrë subkonsciencia, ka depozituar aty dhe kjo bëhemi ne. Sigurisht duhet ta pranojmë një herë mirë që përderisa kërkojmë diçka, ne jemi në mungesë të asaj. Dhe në momentin që e pranojmë këtë që jemi në mungesë, atëherë mund të shkojmë drejt manifestimit konstruktiv. Manifestimi konstruktiv është gjithmonë duke nisur nga identifikimi i shkakut i arsyes sepse jam në këtë gjendje. Pastaj pasi e përpunojmë kjo temë, ne mbarojmë me këtë temë,
dhe mundemi të krijojmë. Mund të krijojmë, mund të manifestojmë. Faktikisht ne si qenie njerëzore jemi shumë më të aftë se sa të manifestojmë. Ne jemi krijues. Pavarësisht se manifestim, gjendja aktuale në të cilën ne ndodhemi është manifestim 99.9% i pavetëdijshëm dhe ne mund të bëhemi domethënë krijues në momentin kur e ndjekim procesin e tërë, duke shkuar tek shkaku, tek rrënja deri te rikrijimi. Këtu ne bëhemi krijues. Pra manifestimi konstruktiv është ta kuptojmë që ne jemi krijues, jo vetëm manifestues. Sepse ne manifestojmë në mënyrë të pavetëdijshme, por kur manifestojmë në mënyrë të vetëdijshme, do të thotë që ne kemi kaluar nëpër një procedurë, një hallk, një pjesë e procedurës është vetëdijsimi i shkakut dhe pastaj rikrijimi. Dhe kur ndodh e gjithë kjo, pastaj ne kuptojmë që jemi krijues dhe jo thjesht manifestues. Si mund të dallojmë intuitën e vërtet nga frika apo nga ankthi? Frika dhe ankthi nisen gjithmonë nga mungesa dhe intuita është ajo ndjesia e brendshme, e cila nuk lidhet me mendjen racionale. Pra nëse dua të hedh një veprim të ndërmarr një hap për një X çështje, atëherë unë do përdor mendjen analitike, 1+1 bëjnë 2, unë do nisem në këtë rrugë, do më çoj në këto hapa, deri në realizimin e qëllimit ose të rastit konkret të qëllimit ose të projektit. Kjo është mendja analitike, ndërsa kur e kemi intuitën, intuita na sjell diçka nga hiçi, e cila është në disproporcion me mendjen analitike. Në pamje pa ku ne jemi të programuar që të përdorim analizën ose mendjen logjike për realizimin e diçkaje, atëherë kjo intuita do na duket pak si e frikshme. Por nëse jemi të aftë, ta kuptojmë që është intuit dhe jo frikë, atëherë absolutisht nëse ndjekim krijimi do jetë krijimi, manifestimi, realizimi do jetë shumë i vlefshëm dhe shumë i vlefshëm se sa ai krijim nga mendja analitike dhe na arrit vetë besimin, vetë vlerësimin, dhe sigurinë etj. Duhet që se jemi këtu. Si ndikon modeli i prindërve tanë në vetbesimin dhe në marrëdhëniet që ne krijojmë sot, qoftë me veten tonë së pari dhe pastaj edhe me të tjerët përreth? Ne si fëmijët e prindërve tanë, ne jemi ata çfarë ata na kanë krijuar në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme. Kur ne bëhemi prindër të dikujt tjetër, të fëmijëve të tjerë ose të brezat, ose kur jemi në rolin e edukuesve të brezave të tjerë, ne mundohemi t'i japim tjerëve, pra fëmijëve, t'i japim atë çfarë ne nuk e kemi pasur, t'i japim atë çfarë ne na ka munguar. Por kjo nuk është zgjidhja e duhur, kjo nuk është mënyra më e mirë, sepse nëse unë nuk di diçka, unë nuk kam si ta mësoj ty. Nëse mua më ka munguar diçka, unë nuk kam si ta jap ty. Mund të jenë gjëra materiale, por për sa i përket çështjeve emocionale dhe mentale, vetbesimit, vetëvlerësimit, vetësigurisë, forcës në vendimarrje me intuit dhe jo me logjik, atëherë këtu çalon, domethënë ajo hallka e zinxhirit, sepse nëse unë nuk di diçka, unë nuk kam si ta mësoj ty. Kështu që është paradoks. Mendoj që është paradoks. A ekziston lumturia e vërtet apo është vetëm një gjendje e përkohshme? Do të përgjigjesh me të dyja. A ekziston lumturia e vërtet? Po, absolutisht po. A është një periudhë ose a është një gjendje ku mund të jesh 24, unë mendoj, nuk dua të flas me përqindje, por do flasim me përqindje, unë mendoj që 85% të rasteve, lumturia 24/24 nuk ekziston. Një person i cili punon me veten, heq ato bllokimet emocionale, frikrat, mungesat, temat, sfidat, etj, ai person mund të arrijë në një fazë ku 85%, domethënë të 24 orëshit ose kohës që është zgjuar, jo vetëm kohës që është zgjuar, edhe cilësisë së gjumit, domethënë ai person mundet të jetë në paqe, në harmoni. Pse?
sepse ka kuptuar disa gjëra, ka kaluar në disa nivele, ka kaluar në disa shkollë ose ka kaluar disa klasa dhe edhe nëse i paraqitet një temë, një sfidë, është i aftë me qetësi të ketë një qasje tjetër kundrejt sfidës. Pra, mund të them që a është e mundur? Po. A është e mundur për shumicën? Absolutisht jo. A është e vërtet që njeriu mund të jetë në një gjendje lumturie, paqe? Po. Por duhet shumë punë për të arritur këtë. A mendoni se trupi mban kujtime emocionale dhe trauma? Për shembull, ka njerëz që punojnë Pa dashur të hyjnë në shkencë, sepse nuk jam profesioniste e shkencës, por kam arritur të kuptoj diçka rreth ADN-s, diçka shumë pak domethënë, por kujtimet barten në ADN-n tonë. Pra, siç e thot shkenca gjenika, ne ekziston një hapësirë mes meje dhe parasve të mi, pra ajo fushë energjike e cila është mes meje dhe parasve të mi, ajo quhet fushë morfogjenetike. Kjo fushë morfogjenetike është energjike dhe kjo mban tema traumat nga parasit tanë. Pra trupi mban, jo vetëm nga parasit tanë, jo vetëm nga jetët e kaluara ose versione tjera tonat, por edhe të kësaj jete dhe nga fëmijëria dhe traumat e fëmijërisë barten domethënë në trupin tonë. Si mund të punojmë ne me fëmijën tonë të brendshëm pa u rikthyer në dhimbje? Nuk ekziston një punë pa u kthyer në dhimbje. Fëmia i brendshëm janë temat, sfidat ose programimet e cilat ne kemi marrë si fëmijë. Pra nuk është një fëmijë brenda nesh, por është si një gjendje emocionale e pafajshme si një fëmijë brenda nesh. Të gjitha janë programime të fëmijërisë tonë të cilat ne i kemi marrë. A mund të kalojmë pa dhimbje? Jo. Duhet të përballemi me të, nuk duhet ta refuzojmë, duhet ta pranojmë dhe e përpunojmë. Por dhimbja është më e lehtë kur e pranojmë. Kur i bëjmë rezistencë, gjithmonë dhimbja do na ndjekin mbrapa. Ka teknika, ka mënyra të ndryshme. Në momentin që jemi në një sfidë, për shembull, ne duhet ta pranojmë se atë çfarë po ndjejmë, duhet ta pranojmë situatën, duhet ta pranojmë emocionin, duhet ta pranojmë ndjenjen, edhe mendimin. Me pyetje shkojmë deri aty ku e kemi marrë. Mund ta identifikojmë edhe në këtë mënyrë. Si mund ta mbrojmë energjinë tonë nga njerëzit negativ pa u izoluar? Unë mendoj që është një mit fakti që po e marrë energjinë e tjetrit, Por nuk është krejt mit sepse është edhe e vërtet, ne mund ta marrim energjinë e tjetrit. Por nganjëherë jemi të keq informuar, kjo për arsye të ndryshme, nuk e di vetëdijshme apo të pavetëdijshme, por shpesh herë unë po shikoj persona që thonë e mora energjinë e tjetrit. Në një kohë që nuk e kanë marrë energjinë e tjetrit, thjesht situata ose personi i ka pasqyruar brendësinë e tij, pra temat që ky person kishte për t'i përpunuar ose duhet t'i përpunonte. Dhe zakonisht këtu po manipulohet ose manipulohemi ose po e manipulojmë veten, sepse këtu do thotë që po bëjmë rezistencë. Do thotë që nuk po e pranojmë atë çfarë ndjejmë dhe çfarë po bëjmë, ne themi okay, e mora energjinë jo të mirë ose të keqe të personit tjetër në një kohë që kjo s'ka të bëjë fare. Thjesht është pasqyrim. Ndërsa për sa i përket pyetjes së pjesës që si mund ta përpunojmë me energjinë e marrë nga tjerët, kjo është diçka shumë profesionale, duhet goxha kujdes, nuk është diçka të cilën unë mund ta jap të ta them ty, sepse janë disa teknika, disa lloje shërbimesh të cilat i kemi marrë, pra kemi bërë trajnime, jemi iniciuar me ato energji, unë për shembull si person kam teknika të cilat më janë shkarkuar në akash, të cilat akoma nuk e kam marrë mesazhin që këtë teknik ta transmetoj tek tjetri, pra ta kanalizoj tjetrin, pra ta bëj personin, si thua, ta mësoj personin, ta trajnoj personin që t'i shërbejnë vetes vet. Prandaj këtu duhet jemi kujdesshme dhe do jemi kujdesshme dhe nuk mund të them diçka më shumë. Një mënyrë tjetër për ta mbrojtur energjinë
provojeni ta imagjinoni që je në një fushë, në një sferë energjie të bardhë ose gold. Në moment kur del nga shtëpia për shkuar në punë, në moment ku je në një qendër tregtare, në moment ku je në një rrugë ku e din që ke të bësh me shumë njerëz. Pra, në momentet kur ti e di që do jesh në kontakt me shumë njerëz, përdore këtë mënyrë. A është diçka që e mbron, a është një teknikë që e mbron energjinë në 100%? Jo. Mos të krijojmë iluzione të kota, është diçka që mund të mbrojë, po, sepse duke e praktikuar her pas here, të bëhet pjesë e jotja dhe të rritet vetdia dhe e bën në mënyrë të vetëdijshme. Pra, ndryshimi është kur e bëjmë në mënyrë të vetëdijshme një teknikë dhe kur e bëjmë në mënyrë robotike. Kur e bëjmë në mënyrë të vetëdijshme, absolutisht ka efektin e saj. Cilat janë shenjat që një person ka ende trauma të pashëruara? Mund të jetë një nga ato të tërhequr gjithkohës, marrëdhënia toksike dhe njerëz toksik? Mund të jetë kjo një farë forme një traume? Shiko, njëherë du ta kuptojmë njëherë e mirë që emocioni jo i mirë do të thotë që ti je në një situatë ku duhet të pastrosh diçka. Marr shembull, dikush mund të ketë frikë nga lartësia, nga avioni. Duke praktikuar, domethënë duke udhëtuar me avion, frika ekziston. Në një moment personi mund të më fal pak, çfarë është kjo? Unë e kam këtë frikë, duhet ulem ta përpunoj. Gjatë përpunimit, gjatë seancës, domethënë mund të shkojnë, ta identifikojnë se ku e ka marrë, çfarë ka ndodhur, ku e ka marrë këtë frikë etj dhe ta përpunojnë. Mbasi ky person e përpunon, atëherë ky absolutisht është i lirë, domethënë nga frika në fluturim në avion. Tani, si ta kuptojmë këtë? Pse të rreqim, domethënë persona ose situata të njëjta, ose lidhje toksike, ose situata toksike, vetë situata toksike është tregues, është indikator që të thotë se ka diçka të cilën ti duhet ta përpunosh. Nuk ka mënyrë tjetër për ta përpunuar përveç se për ta përpunuar. Çfarë do thotë kjo? Të merresh, të punosh me veten tënde. Në radhë parë, duhet ta pranojmë që ka diçka të cilën unë duhet ta rregulloj. Ta rregulloj për çfarë? Për të pas një ndjenjë, një paqe, një emocion me veten time. Çdo gjë nis nga ne për ne dhe në ne. Çfarë roli luajnë çakrat në bllokimet emocionale dhe shpirtërore dhe a mund ta ndryshojmë plotësisht veten apo vetëm të shërojmë pjesë të caktuara të saj? Çakrat janë qendra energjetike të cilat lidhen ngushtësisht me organet tona. 3 çakrat e para, pra çakra rrën, çakra sakrale dhe solar plexus, bartin karmat, kontratat dhe betimet. Qofshin këto edhe programimet të cilat i kemi marrë si fëmijë. Çakra zemrës është ura lidhëse që na lidh dimensionet mendje, shpirt dhe trup me dimensionet më të larta, pra me trupin e dritës ose me shpirtin. Nëse ne mund të punojmë në 2 mënyra, ose të punojmë me çakra në mënyrë individuale, ose mund të punojmë me tema specifike. Nëse punojmë me tema specifike, automatikisht ne po balancojmë edhe energjinë në çakra. Nuk ka çakra të mbyllura, nuk ka çakra të hapura. Pra, nëse çakrat nuk do funksiononin, ne nuk do ekzistonim si njeri. Çakrat mund të, pra, disbalancohet energjia femërore dhe energjia mashkullore. Duke përpunuar temat ose sfidat, automatikisht edhe çakrat po i balancojnë, pra energjitë po i balancojnë, edhe çakra aktivizohet edhe funksionon më së miri. Si ndikon yoga në paqen mendore dhe shërimin emocional? Yoga është një teknikë të cilën unë nuk e kam praktikuar, nuk kam shumë informacion rreth saj, nuk jam personi adekuant që të flas për yogën, por mendoj përderisa është një teknikë e cila bëhet në qetësi dhe qëllimi është që të hysh në veten tënde, në brendësinë tënde, atëherë absolutisht është një teknikë ndihmuese. Dhe për ta përmbyllur,
Çfarë do të thotë për ju të duash veten në mënyrë të vërtetë? Nëse unë nuk e dua veten, nuk ka shanset të dua as ty. Nëse unë nuk e dua veten, nuk ekziston mundësia ta dua, ndoshta as ujin që e konsumoj, as natyren, as ajrin, as kafshët. Në momentin që unë nuk e dua veten, absolutisht çdo gjë do më duket e errët nga jashtë. Ndodh e kundërta kur ne të punojmë me veten. Sepse, do të thënë, programimet, frikrat, mungesat janë ato që na çojnë në mungesën e vetdashurisë. Duke i përpunuar këto frika, këto mungesa, automatikisht ne do arrim të duam veten. Kur të duam veten, do të dua dhe ty. Kur të dua ty, kur të dua veten, do dua natyren, do dua kafshët, do dua bimet. Pra, kur të punojmë me veten, kur ta duam veten, atëherë do kuptojmë që të gjithë jemi një. Askush nuk është ndryshe, nuk është më i mirë ose më pak i mirë se sa tjetri. Thjesht e kuptojmë që çdo njeri është një shpirt dhe çdo shpirt ka ardhur për temat e tij. Do të thënë, ka temat e tij të cilët i ka sill të përpunojnë atë mënyrë, të përjetojnë në atë mënyrë. Pra nuk ka mirë, nuk ka gabim, nuk ka jo mirë, mund të arrihet. Dashuria për veten arrihet. Edhe çdo punë që e bëjmë me veten, e gjitha është për të shkuar në rritjen e vetdashurisë. Sepse rritja e vetdijes është rritje e vetdashurisë. Shumë faleminderit për intervistën. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju. Gëzohem dhe jam e lumtur që njerëzit sadopak në më sot nesër po fillojnë të kërkojnë pak më shumë edhe pak më ndryshe. Në vërtet. Faleminderit, kalofshi. Faleminderit. Qafshim.